Një tjetër aksident rrugor është regjistruar në Vlorë në zonën e Skelës. Në fakt, aksidenti u shënua në të njëjtin vend, ku një ditë më parë u përplasën dy automjetet. Si kundër ndiqni nga pamjet në ekran, autobusi urban ishte i linjës ujë të ftohtë dhe është përplasur me një automjet. Kjo video tregon autobusin e ndaluar në vendngjarje, ndërsa disa qytetarë shihen duke zbritur prej tij. Megjithatë, policia ende nuk ka dalë me një tim zyrtar për të lënduar apo për shkaqet e këtij aksidenti. Ndërkaq, ky është aksidenti i dytë brenda 24 orëve në të njëjtin vend. Kujtojmë se një ditë më parë, njëri goditi me qëllim në mënyrë të përsëritur një automjet tjetër, duke krijuar panik dhe një situatë shumë të rrezikshme për qytetarët dhe turistët që ndodheshin në atë zonë. Policia doli edhe me një deklaratë për shtyp, ku tha se ndaloi të riun për këtë ngjarje.